Pra këtu e tregohet qartë nevoja e Kinës për energji. A kemi edhe, shpenzimet për energjinë e gjelbërt atë që diskutuam. Ky është një lajm i mirë që Kina ka rritur shpenzimet për energjinë e gjelbër, pasi me atë nivel industrial që ka Kina ka dhe ndotjen shumë të madhe. Nuk dihet ka rënë të kalosh mbi Kinë me avion, po unë që kam kaluar disa herë dallohet nga lart ndotja, për shembull Pekini, qytetet e mëdha janë të gjitha të shumë ndotur. Nuk s'kam qenë asnjëherë në Kinë. As në vendet e tjera rrugë. As në Japoni, as në Kore, as në Japoni, as në Kore. E po duhet shkosh. Duhet gjejmë një mineralet e tokës. Ja, këtu është problemi që Kina është vend shumë i pasur me shumë male, ka numri i mineraleve. Kulla, 1.9 milion është 44 milion, është ton. Shumë. Po çështja është që Kina ka mineralet e rradha, është prodhuesi numër 1 i mineraleve të rradha, ku bazohet dhe teknologjia e sotshme. Kina dikon 90%. Ne nuk e dim saktësisht, po është fuqia kryesore sot në botë e mineraleve të rradha. A kemi energjia ndonjë tjetër? Po, edhe kjo. Ky tash është problemi tjetër, sepse sot jo në Amerikë që po edhe në Kosovë që s'ka marrëdhënie me Kinën, numri aktual i makinave kineze elektrike është gjithmonë shumë rritur. Po edhe në Kosovë që s'ka marrëdhënie me Kinën, imagjino për shembull në Evropë. Ne i blejmë nga Shqipëria, i blejmë. Edhe një herë Kinën do ta merrni nga Shqipëria. Po se keni shumë mundësi, nga Serbia o nga Shqipëria do ta blini. Kulla, kjo ishte surprizë, ishte për shëbat e kam ditur, për Kinën ishte info diçka e re. Po shiko, borxhi nuk është një gjë e keqe vetvete. Borxhi tregon fuqinë e ekonomisë. Po edhe këtu SBA tregon që ka thesin e borxhit më të madh se thesi i borxhit kinez. Problemi është nga çfarë përcaktohet ky borxh, sepse këtu SBA është 20%, ka 20% më të madh borxhit se sa Kina dhe çfarë fuqi paguese ka ekonomia jote për të paguar borxhin. Ose koston e borxhit, sepse ai borxh ka një kosto për të paguar në mënyrë që mos lehet të rritet. Dhe këtu pastaj varet nga dinamizmi i ekonomisë në fjalë. Ka një shqetësim në SBA për shkak të rritjes së borxhit. Po s'kan ç'bëjnë. E vetmja mënyrë për të rritur ekonominë është të financojnë borxhin e jashtëm në mënyrë që dinë parat nga jashtë. E qartë. Sepse mos harrojmë një gjë që në Amerikë, siç është zhvilluar shumë teknologjia, kapitalizmi, qytetet e mëdha e tjera metropolet, ka ngelur në vend pjesa tjetër, pjesa rurale është ka hapësira të caktuara që është edhe më keq se sa në sidomos në qendrat e Amerikës, edhe më keq se sa rajonet e varfra të botës.